Nëse kam dy oferta zyrtare të Real Madridit edhe të Barcelonës. Realin e Madridit apo Barcelonën, kë do ta zgjidhte Muriqi nëse vijnë të dy ofertat? Duke që këto ka me luajtur rol kryesore na ku po dojna me jetu, apo dojna me jetu në Madrid, apo dojna me jetu në Barcelonë. Edhe normalisht, as mos tim shefim këto senet, edhe ana ekonomike. Shqiptari, kur e jep fjalën, nuk e ndron për asgjë. Pa ta dhëmë fjalën Iglit. Vedat Muriqi tregoi një detaj interesant se si ishte lajmëruar Paris Saint-Germain për ta transferuar Rugos derisa ai po shkonte tek skuadra e Lazios. Para se me hyp në aeroplan, Paris Saint-Germain na ka thënë letër klubit që jemi të interesuar, ka thënë menaxherin e tënd, ka thonë mos hypni në aeroplan se jemi të interesuar, kena me pagu çapo lyp Fenerbahçe edhe kena me pagu çapo lyp ju, hajdeni tena Paris Saint-Germain. Jemi të folë se pa ta shënuar 17 golla, 8 asiste. Pak para se me nënshkruaj. Pak para se me nënshkruaj me Lazio, para se me hyp në aeroplan. Pa ta dhëmë fjalën Iglit, edhe një shqiptar normal, mam fjalën e vet, unë thash, pa marr parasysh se Parisi është klubi i madh, dhe thash, kënej është fjala. Edhe kena thonë Iglit, e kena informuar për këtë sembo, kemi thonë që rri që na po vim atje.